Të dashur miq, po takohemi edhe sonte bashkë në DTV Media. E sonte në thuhet kam kënaqësinë ta kem për herë të parë Edmond Miftarin, që vjen për herë të parë për me nda shumë çka nga jeta e tij private edhe ajo tashmë publike. Edmond, faleminderit që erdhe edhe i the ftesës po. Faleminderit për ftesën juve. Ju uroj suksese në këtë emision, kaq suksesshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë që kemi bë plan për me xhiru shumë herë me thonë të drejtën, po s'është kohë kismet, na shpesh e përdorim këtë fjalë. Mendoj që ndonë të njëjtin mendim edhe ti. Se kur planifikohen gjërat, ka njerë dhe nuk ndodh. Po besoj që dita e duhur ka qenë për këtë emision duhur, për mësafirin e duhur dhe besoj për këtë bisedë duhur. Edmond, ju kom pa që ke dalë në media, po ka pas intervista të pakta, por janë kanë shumë të mira me thonë të drejtën, të disa prej kolegëve të mi edhe në DTV Media. Fillojmë dhe flasim mbi një fëmijëri tëndën, sepse e di që ki shumë çka për me thonë edhe me dhënë në ekran, sepse sa herë që e ftu edhe nga kolegët e mi, ke folë veç për librin me thonë të drejtën. Si që përmende... Çka e mbon mend Edmondin të vogël? Edmondi gjithmonë ka qenë, si një lloj introverti në gjeneratën e tij, që ka njohur veten si një shpirt artisti dhe shumë dalluese prej gjeneratës tjetër, ku çdo hap që ka marrë, e ka marrë me shumë përgjegjësi të mëdha, duke e pas ndoshta edhe në atë shoqërinë, në atë rrethin tim, duke e pas kujdesin për të gjithë, si një i rritur edhe pse kam qenë një gjenerat me ta. Shumë mirë, edhe regjia po na shoqëron me fotografinë të cilën është goxha fotografi jo edhe çast cilësore, sepse është fotografi e vjetër sigurisht. Çka kujton edhe kjo fotografi? Kjo fotografi më sjell nostalgji. Është fotografia që kanë bërë dajt. Një dashuri e madhe që kam pasur për mua si mashkulli i parë në atë familje. Dhe ai që gjithmonë ja kom sjell gëzimet dhe ja kom prish rendin e qetësisë dhe ja kom zgjat natën me pagjumsinë time dhe me sherrët e mia, sigurisht. Më sjell shumë nostalgjik kjo foto dhe shumë ndër tjera, po. Kur flasim për fëmijërinë, mendoj që secili kemi një arkiv që shpeshherë edhe janë disa kutia që i nxjerrim, edhe na kujtojnë shumë momente, qoftë të mira, qoftë jo të mira, po gjithsesi ka një dozë të asaj kënaqësie të madhe si dikur i vogël. Po. E kam pasur, siç e përmenda më herët, shpirtin e artistit, më thonë si fëmijë vogël. Si fëmijë vogël, dorëshkrimet i kam pasur për herë si art në vete. Dhe s'ka do që e kam nisë. E mbanim vetën, do me thonë, mend për këtë pjesë? Për këtë pjesë, do me thonë, tashmë është thuaj se gjysmë dekade që shkruaj dhe sigurisht në shkollat e fillore kërkohen shkrime me motive patriotike dhe advetare. Po edhe unë në atë përballë jurisë, unë kam dalë i pari, po nuk është që unë jam i përzgjedhur që kjo është motiv për mua që unë të vazhdoj. Motiv ishte që kur ma vlerësonin poezinë disa shkrimtarë të mëdhenj, disa profesorë që kishin një bagazh të madh letrar. E kjo më shtyu edhe më shumë. Ndaj, duke e fuqizuar këtë dashninë time ndaj letërsisë, e kam kuptuar se Edmondi nuk qëndron pas motive patriotike, po i ka disa motive romantike, më thënë... E di. I kom pa, i kom gjeldu. Ashtë kjo këto motive filozofike dhe shumë tjera, dhe më thënë që i shumë më shumë serioze si për këtë gjenerat. Interesante sepse sare që po flasim edhe kur nesëm për me folë për bisedën, po do në dalë me njërë të libri. E di që dashnia më e madhe është të libri. Po e lo pak më vonë këtë pjesë, sepse është një aksesor edhe një dashni e veçantë edhe e madhe. Kur flasim mbi fëmijërinë, a ke qenë edhe kështu i dashur edhe i mirë sa jemi të tjerët? Ashtu që kam dëgjuar për juve edhe kam pa edhe nga tjerët, pavarësisht se jetojmë në të njëjtin vend, po nuk na ka rënë kurrë për me u njohur prej afër. Si fëmijë ndoshta tash pak muj me pas si arkiva kujtimesh nga e kaluara, por
Një gjë e di mirë se njerëzit më lavdrojnë tash duke bazuar në të kaluar se si kam qenë. Domethënë shumë i dashur, i afërt me tjerë. I afërt me gjithë. Çfarë ka bëu kjo për me u kon kaq i afërt edhe sot edhe i mirë? A mendon që është pjesë e kulturës familjes, rrethit, shoqërisë? Është pjesë e kulturës, familjes. Në këso reagimesh ndikon familja. Ndikon dhe pak personaliteti të personal të cilin ti e krijon vetë ju kohë pas kohë, duke u shoqëruar me një shoqëri të caktuar, duke qëndruar me persona të caktuar, e krijon një personalitet të cilët jo... Deshe ki mu pjek para kohë. Sakt. Jo dikujt, po çdo kujt ke për t'i pëlqyer. Interesante. Më la përshtypje edhe pjesa ku folje, domethënë i vogël si fëmijë, por që ke qenë në bashkimin e shumë njerëzve që janë më të rritur. Që domethënë që ju një pjek para kohë. Mund të them. Në krah tim kanë qëndruar shumë profesor që kanë ndikuar në personalitetin letrar, po. Por që disa prej tyre tashmë edhe janë të gjallë dhe që i falenderoj shumë dhe i respektoj që ata kanë ndikuar në këtë personalitet letrar timin, në këtë bagazh tim. Kurse e kam një nostalgji dhe mall për ata të ndjerë të cilët ma dha një shtytje, për të cilët sot nuk i kam dhe nuk i gëzojnë dot këto arritjet e mia. E të flasim mbi rrugën drejt dijes, drejt shkollimit. Tregon se ka qenë e vështirë kjo pjesë, edhe kush ka qenë dora më e fuqishme që ju ka shtypur me ardhur deri në pikat ku ju gjithmonë keni dashur, sepse kur na kujtohen shkolla, studimet ose diçka të ngjashme, gjithmonë na kujtohen disa njerëz të cilët na kanë ndihmuar pa menduar dy herë. Po. Shiko. Transformimi për shkollës fillore në shkollën e mesme ka ndikuar që unë të izbehe dashnin time ndaj letërsisë. Po jo që ti ndërprej shkrimet, po thjesht mos... Gjithmonë një lidhje me librin. Gjithmonë. Po jo që t'ja tregoj dikujt atë se çfarë unë e bëj. Kuptoj. Po sa ka qenë e vështirë rrugtimi drejt dijes, drejt studimeve, drejt mundësisë për me u shkollu, për me ardha deri në qatë pikë sa gjithmonë keni dashur. Nëse do të thoja e lehtë, do të gënjeja. Dhe nëse do të thoja e vështirë, ndoshta do egzageroja, sepse kam hasë në persona që i kam njohur si dashtunit e me dhe më kanë zhgënjy. Dhe kam hasur në persona që vetëm një herë na ka takuar dita dhe tashmë ata janë Meq më të mirë. Meq më të mirë që mua ndikojnë në këtë personalitet. Sa e bukur, edhe unë du me nda diçka këtë, se po më shti me nda shumë detaje. Unë ruj shumë pak mes, do me thonë. Kur se kisha di që vjen një kohë dhe më kishin thonë shumë njerëz që do të vjen një kohë, një moment ku njerëzit do të pakohen, njerëzit më dashën do të largohen, e nuk i kisha mendu kur këtë pjesë. E që në këtë rrugtim edhe timin, sot nuk jam fokusi unë, por po du me nda diçka se po më dikë të në kohës. Po mos ishin ata me që i kam sot, sigurisht që nuk isha me qenë edhe në këtë skenë, edhe në rrugtimin jashtë televizionit, edhe kauzave të minja. E sa është e rëndësishme me pas meq sot? është fjalla meq? Meq është pa që vleshme sa të gjesh ndoshta një pikuj midis shkretirës. Te përmendet e the që më kanë zhgënjur shumë, dhe me thonë ka pas njerë që kanë ardhë, janë largu, kanë ikë, janë këthy ndasha prapë, po menoj që veç ata që janë të vërtet kanë betë. Ata që ishin ikën e u penduan, ata kur nuk kanë qenë meq. Ata ishin persona që kërkonin informacion dhe materiale nga unë, që ditët si kjo të më shkatrojnë. Dhe meqet që më qëndruan për herë... Besoj jam pak. Jam pak, por janë ata që kur isha keq më treguan se si të vepraj. Sigurisht është familja, është një rreth i ngushtë shoqëror, disa profesora që tashmë e kemi bërë një shoqëri që për te asaj profesionale, edhe ndoshta nuk shkon muaji pa dalë të paktën një herë në kafe. Se kemi krijuar atë raport miqësor.
Kur ishim të folë të studimet, kraji më i fuqishëm ka qenë gjithmonë familja, besoj. Po, kraji familjes, edhe pse tash më lejo ta citoj një pjesë të Friedrich Nietzsches, ku thotë se familja nuk janë të gëzuar për arritjet e tua, sepse ata nuk i përballojnë ato. Pak a shumë është kështu, më falni nëse e gabojnë ndokun, se përkundrazi këtij citati filozofik, unë e shoh familjen si shtyllë kryesore të cilën që mua më shtyhen për herë, domethënë që të motivohem, për shembull, ditët si kjo, janë familja, po ata që unë i takoj në mëngjes dhe më tregojnë se çfarë të flas, si të vishem, si të qëndroj, janë familja për çdo sen. Po mandej të dalim më tej familjes. Janë shoqëria të cilët i kemi ato shaka që Edmondi është poet, i kemi ato shaka që janë të pranueshme. Këto janë të ndëgjueshme tash për neve, do me thonë gjithçka që flitet për neve, gjithçka që komentohet për neve, gjithçka që njëlloset mbi emrin tonë, prap i kemi të ndëgjueshme këto gjëra, po mendoj që kjo nuk duhet më na ndalë për me arrit aty ku na gjithmonë dojmë, sepse më kam vetë në kujtesë ku e keni theksu jashtë ekranit që ju nuk e keni pas asnjëherë një dorë të fuqishme për me qoftë edhe për me botuar një libër ose diçka të ngjashme. Mendoj që dhëmb. Dhëmb kur si sakrificë ose si ndihmë për vendin, je i vetëm. Sepse unë një ditë do të vdes, por ky libër dhe shumë libra të tjerë do të mbesin. Por nuk më dhem që nuk më ndihmuan. Ndoshta them se janë ata të cilët përqeshën. E kjo është ajo të cilën e vret më shumë. Dorë e fuqishme janë profesorët, padyshim. Janë ata të cilët redaktuan, recensuan, po më nxit me pyet ai hakmarrës ndaj atyre që një sjell jo shumë korrekt me juve? Besoj në ligjet e Zotit. Mendoj se Zoti është më i drejtë se unë. Ndoshta muj me qenë hakmarrës, por mu pendu ma ndej, kështu që pendesa pak ka vlerë në këso vepra. Ndaj Zotit dhe më mirë. A fal? Të caktuara. Për shembull, nëse kthehemi tash tek dashuria, aja pika ma e dopt tash. Pika ma e dopt tash, nuk e dim sa do. Aja është pika ma e dopt. Nuk e dim sa mund ta falim, por në përgjithësi po. Njeriu bën çdo gjë për dashni. Dëgjom lab se dashnia është vetë një lloj lufte, është vetë një lloj dashnie po e njëjtë saç me atë dhe jon. Çfarë krahasimi. Është paqë krahasim goxha i guximshëm me tonë të drejtën. Po sepse për të dyja sakrifikon. Dhe për të dyjat je i vendosur që ta humbësh veten për të dyjat. Interesante, një lidhshmëri goxha interesante. Ke përmend diçka lidhjen tënde me gjyshin? Po. Se cili prej nesh ka kujtime të mira me gjyshin ose me gjyshin, e që regjia e ka gjithmonë gati e ka. Gjyshem është personi që kam bërë shumë në jetë, pasi jam kanë tepër i lidhur me të, por kur nuk arrita unë ta recitoj një poezi për ati. Kur nuk arriti të më shet duke vozitur. E shumë tjera që mua mi la amanet, e unë ato amanete po i kry, por kë nuk po i di. Ndoshta dhe i di se Zoti është më i plot fuqishëm që ndikon në këso punë, por është pika më e dobët që unë e kam. Më lejo ta them një citat ku kam thënë kështu. I thash gjyshit, kur të vij herën tjetër, do dalim e të shëtisim edhe disa fusha e male. Gjyshi mirë. Pas ka dalë të shëtis vetë, e nuk është këtyr kur ma.
E nuk është kthy kur ma. E nuk është kthy kur ma. Mendoj se është i tregu i pa drejt me mua, se unë e lash një amanet vetëm, pritëm dalim të shëtisëm edhe pak. E nuk më priti. Qa kujton tjetër prej gjyshit? Çka ma në mend në kujtesën tënde? Kur flasim për pikat tona të forta ose të dobta shpesh herë përdorim këto, çka kujton? Si që përmenda amanetet e gjyshit, njëri amanet që vazhdoj mbaj mend është dëgjoj e mamin, se është e vetmja që do të përkra. Edhe unë vazhdoj dëgjoj mamin dhe e respektoj, sepse frymën që e kam hasur tek gjyshi e hasi edhe tek mami. Me mamin e kam një lidhje shpirtërore, jo vetëm që jemi nën dhe birë, por që jam një pikti. A mban mend ndonjë kritik nga gjyshi? Ma thuj të vërtetën? Apo jo, se gjyshi si duket ka majtë kështu me hatër që thojmë na. Po, gjithmonë me hatër ka pasur se mos marrëveshje ndoshta, por sigurisht. Lapi është e rëndë sepse jam bërë 5 vite që gjyshi ka vdekur, por jam bërë 11 vite që nuk ja kam dëgjuar zërin. Gjyshi ka pasur probleme me zërin, edhe nuk ka mundur me fol. Ka pasur telekomandë zërin. Dash Zotit paktën fytyrën mos ja harroj. Edmond asnjëherë nuk harron ata të cilët nuk janë më pjesë e jetës tonë, po nganjëherë mendoj që nuk harron edhe ata të cilët janë të gjallë, e që shpesh mendoj që nganjëherë jeta është e padrejtë. Na ndon edhe me ata që janë të gjallë, e që na i dojmë fort. Më lejo, se jam këto tek gjyshi dhe po e përmend mamin, kam një poezi që kam kushtuar mamit tim, dhe desha ta lexoj nëse më lejohet. Gjithçysh, besoj që regjia ka në fotografinë e nanës? Besoj, po tash ta vazhdojnë ta kërkoj atë. Okej. Që po na shoqëron regjia dhe me fotografinë, të cilën nana për neve është, mendoj që është e shejtë për secilin prej nesh, edhe pa to nuk mundna kur gjë me bë. Sado që rritemi për çdo ditë, kështu e vazhdo poezinë. Faleminderit. Lutem nan, falem mu. Nan, po të flasë sonte, e të lutem që më dëgjon. Nan, një null a ma këndon. Për sëri trupin tem me ma përkund, se në tokë nuk lash vend, e asë në sy nuk lash gjumë. Nan, jam lodhë të e prit dashnin çdo kant. Jam lodhë të mbajt malë për përqafimin tant. Jam lodhë rrugëve të zvarit. Nan, pse më ke rrit? Nan, na më trajton edhe një herë si fmi. Përqafimet e tua si ëmbëlsirë me i prit. Ah, mëj nan, sa ma është lodhë ky shpirt. Dhe i të lutem nan që më dëgjon. Veç edhe një herë një ninull që ma këndon. E derdhi lotë në shuplak durve tua. Ndoshta nesër, s'do ankoj pse më rrite mua. Lutem nan sonte me më falë, për gjithë mëkatet e mia që i kam ba, dhe kam thënë që mëkatet e mia nanës ja la. Më falë nan sa herë të kam hidhru, besom nan që për ty jam mundu. E sonte, as vetën s'po munde me eru. Më falë nan sa herë gabimet e mia nuk t'i kam tregu. Dhe për gjithë mërzijat e tua, të lutem nan, fale mu. Poezi emocionuese, poezi e ndjerë, edhe që asnjëherë nuk mujnë me bë më të mirën për prindërit tuaj, sot do që mundohemi, prap është pak. Por Labe, poezi të keqe për nanën nuk ka. nuk diskutohet. Edhe nëse vetëm ofshamat e saj na i shkruajmë në libër, e tërë bota do e lavdraj atë poezi. E tërë bota do e lavdraj dhe do e madhështoj atë libër. Sepse po përmenden ofshamat e nanës. Edhe emocionuese me thonë të drejtën, unë gjithmonë mundohem që me
rujt edhe me mbajt vetën herë pas here, po publikum që më e gjenë, do me thonë edhe muj me shpërthy nga njëherë. E që është normale, shikus e mi janë mësu me mu tashmë. Po, unë të regova ty, do mundohem të mbaj vetën të pak të mësë jam për herë të parë në emisionin tënë, nuk dua që ta bëj kështu me vaj. Jo, është shumë normale, për që po du me të pyet, a ke menuar që është kështu për me folë për vetën? A e shtes sa është e vështirë për me nxjerr ato që ndjen? Ma rande kam pas kur ja kam tregu një personë se sa sot po e tregoj para kamerave dhe para gjithë publikut. Sot po e shoh shumë të lehtë, sepse zemra po e di ka ku më qelë. Sa e bukur. Zemra po e di ka se ku më qelë. Kjo do me thonë shumë për thuhet. Edman të flasim, po du me të nxjerrë jashtë kontekstit të emocioneve dhe pavarësisht të emisionit tuhet i sjell këto emocione te libri. Po. E di që libri është shumë i rëndësishëm për juve, e di që ky libër ju ka nxit diçka dikush për me shkruajt. Nëse guxoj veç me thonë që këtë libër ju e keni dedikim. Po, libri është dedikim. Libri takon motiveve të kaluara. Më eksakt? Lutem, mundesh me pa dhe emrin e personazhit kryesor, por vetëm për një natë. Vetëm për një natë, e gjithë libri rrotullohet rreth asaj nate, tregon madhështinë e asaj natës ku Po, kur fshihet mbrapa këtij librit. Është personazhi kryesor, e të cilën mjaft shumë e kam përmendur dhe mjaft shumë i kam jap hapësirë nga vetja që ta përmend. Ama është i rëndësishëm, edhe për ta përmend. Por po them që bashkë me Drejan, iku koha e saj, ikën edhe fjalët, e falë Zotit e ka marrë edhe mallin me vete. Me sa e kam kuptu, librin e ju e keni dedikuar dikujt. Po, siç e përmenda është Dreja. A ekziston kjo Dreja në realitet? Ma thuajt vërtetën këto. Motivi i Drejas ekziston, por Dreja me këtë emër nuk ekziston. Është e kuptueshme, sepse ti ke përmend edhe ke folë me kod, e unë e kuptoj shumë mirë, por që ble me kuptu që dashuria pas ka qenë shumë e thellë për t'i shkruaj dikujt një libër, për ta sjellë në piedestal kaq të lartë. Dashuri të lehta nuk ka. Në atë lidhjen tonë kam qenë vetëm unë dhe Dreja, po besoj që nëse dikush tjetër do na e kish pa, do kish bërë serenata për mua. Ju ka thyer shumë? Nuk përqoj thymje, se ndoshta tregom i dop te publiku, por... Jo, është normale. Është normale kur na thejnë njerëzit, kur na lëndojnë, kur na bëjnë të ndjehemi keq, kur ikin atëherë kur i dojnë fort. Pikërisht për këto apo të pyetje. Sigurisht besoj që ju ka thy. Ndoshta nuk do isha i qenë i thyer po të mos a kisha shkruar këtë libër, po si pasojë e thyerjeve vjen edhe libri. Po kështu është kur ndikohesh. Por besoj, ajo e ka lexuar këtë libër? Jo. Pse? Frika saj i kaloi edhe limitet e dashurisë që ka pasur për mua. Por siç e thasha më herët, duke i dëgjuar të tjerët e ka kaluar dhe limitet e dashurisë që ka pasur për mua. Ajo përgojim i të tjerëve tek ajo ka ndikuar në këtë dashni. A e ndryshon njeriu ndarja? Shumë. Kam qenë një person të cilën nuk e mbaj mend veten nëse kam dalë në korridorët e shkollës ndonjëherë. Por pas lidhjes me të dhe pas ndarjes me të, është dashur të bëj diçka që vetëm të i dalë përpara. Është dashur të ndryshoj unë si person, të jem më i hapur, me të gjithë,
e njoha apo nuk e njoha, është dashur të bisedoj me të, që të paktën mos shkoj dita pa më parë ajo mua. A gëzoj me pyet, a e don prap, hala? Jo, nuk ka dashni pas një pendese. Po jo vetëm që nuk ka rikthim. Nëse ajo me të vërtet vendos për një pendes, Ndoshta atëherë nuk e ka Edmond, një adresë të tillë nuk e ka. ndoshta ajo ju sheh përmes ekranit tashmë, përmes angazhimit publik, përmes angazhimeve në qytetin e Ferizajt, besoj që ju sheh dhe si dihet jetës. Nëse me të vërtet edhe më sheh, e vetmja gjë që dua t'ja them është t'ju uroj shëndet dhe t'jetë e vendosur për veten, sepse në ditët e fundit, në orët e fundit të ditës, do të dashurohesh me një person. Kurse kisha ditë që në emisionin thuhet kemi me folë çaq thellë për dashnin. Çka na bën kështu më Edmond? Nuk e dha shkat. Dashuria, edhe atë dashuria, janë pas njësoj sa që po t'i barazosh janë. Po veç, unë nuk jam gati. Nuk jam gati me folë për këtë pjesën publik. Kjo tregon guxim. Ty të lumë? Po, ndoshta këtë guxim do ma kish ndërprej vetëm personi për cilën po bëhej fjalë tashmë. Ajo që arriti me kuptu në gjithë këtë mes, unë mendoj që jo prapë ndjeni për personin e fjalë, sepse edhe librin ke dediku, edhe kur flet, edhe mënyrën që është flet, edhe pse flet, mendoj që dashuritë e mdoja nuk shuhen. Nuk di nëse pajtohesh ti me atë thonjën që thuhet, të tjerë duam, të tjerë na duan dhe me të tjerë përfundojmë. Është e vërtet, por dashuri nuk ka këto, në këtë mes. Nuk duhet të ketë, shpresoj të mos ketë. Edmond, kisha dasht me dal pak jashtë kësaj temës së dashurisë, sepse unë nuk jam gati për me folë për gjëra të cilat nuk jam për publik, faktën për mu. Librin kush e ka financuar, sepse është shumë i rëndësishëm? Po, librin është dashur ta financoj vetë, domethënë, me ndihmën e familjes. Kam bërë kërkesë në qendrat kompetente për të financuar librin. E kam bërë kërkesën 2 herë dhe nuk më është aprovuar. Tash nuk mund ta vë në faj asnjë në palë. Tek e fundit është një libër që shkruaj për ndjenjat e mia, ndaj po e lë kështu dhe nuk kam nevojë ta fajsoj askënd. Libri më ka marrë mua shumë kohë, pothuajse një vjet. Okej. Sepse është dashur ta stiloj mirë dhe ta rendisi mirë. Ishin fillet e para kur unë njoha me letërsinë dhe kisha pak njohuri për shkrimtar të ndryshëm, shkrimtar shqiptar, poet shqiptar dhe pak kisha njohuri që në pat mes ku unë mësoja, kishte me të vërtet shkrimtar aty, kishte profesora që do më ndihmonin pa u kursyer veten. Shumë mirë, ke pas dikon model që ke ndjek? Po, jam ndoshta të mos them Këmbë Kokë, por i dritë Roagollit. Për sa i përket shqiptarëve, është Gjergj Fishta, ai që është i përkrahasueshëm. Më flas për shqiptar, por që dua t'i veçoj pak. Janë tjerë, është Skënder Rusi, hasin e poezitë e tija që janë të mahnitshme. Çdo varg i tij ka një peshë. Sa i përket shqiptarëve, janë këta që i veçoj dhe që më ndikojnë në shkrimet e mia. Shumë mirë. Së fundi keni pasur një takim me kryetarin aktual, zotëri Agim Aliun. Po. Tregom këtë takim, sepse për juve ka qenë shumë i rëndësishëm. Edhe regjia besoj që ka gati fotografin me kryetarin aktual, zotëri Agim Aliun, që ne e çmojmë dhe e vlerësojmë për gjithë shka që a i bën. Kjo ka qenë dikur në korrekt, nëse nuk gaboj.
pasi e përfundova shkollën e mesme dhe desha t'ja dhuroj si dhurat kryetarit aktual, pa motive politike edhe pa ndonjë pëlqim politik, por thjesht për ta uruar me një libër dhe të i tregoj se po e financove apo nuk e financove, unë do e bëj. Është e kuptueshme Edmond, sepse se cila komunë ka besoj format dhe politikat e veta, por kur flasim mbi figurën dhe emrin e Zotit Agim Aliut, është i hapur për secilin prej nesh. Kemi dalë, në fakt shumë kemi dalë prej durve të tij, kështu që edhe unë i bashkangjitna që është kryetari i cili sinqerisht mbështet pa mendu dy herë. Unë e çmoj Zotin Aliu për sa i përket këtij vullneti mirë ndaj qytetarëve për të i ftuar në zyret e tij dhe për të ndarë problemet dhe gjitha kënaqësitë e tyre me të. Shumë mirë, do me thoni e kena shkruajt edhe ja ke dërgu? Po është me nënshkrim. Shpresoj ta ketë aty diku. Shumë besoj. Sepse më ka rastisur edhe disa herë të shkoj në zyret e tij, por jam munduar me sy ta vjedhi pa kohën dhe ta shoh se ku e kam librin. Sot detaj. Unë e menoj që libri është aty dikon, sepse më ka ra edhe mund shpeshere në projektet e tona të përbashkëta, por Agim Aliu, qa me thonë, Agim Aliu, tash mos a kthejmë emisionin krejt politik. Po ndoshta e ka marrë edhe në shtëpi krejt, tash. Besoj që po. Besoj që ka qenë prej takimeve shumë të rëndësishëm ky moment. Po, ka qenë një takim të cilën i ka dhënë përparësi figurës sime dhe librit, për cilën mandej pas një muaj e organizuam panajrin e librit në Ferizaj dhe qa po i thojmë Agim Aliut, Zotri Agim Aliut, a pi thojmë disha bashkë që me mbështet librin tënë të dytë? Ferizaj është qytet i artit, është qytet i kulturës. Në çdo ndërtesë se ki një portret. Dhe të çdo tretin qytetar e ki me një art në vete. Ndaj kulturën dhe artin ta përkra më shumë se çdo gjë tjetër. Unë besoj që e përkra, sepse ka shumë artista. Uroj. Ani, prej studios na fitojmë që librin tënë të dytë me financu komuna. Shpresoj. Na ja dërgojmë intervistën. Na ja dërgojmë, po në mande. Agim Aliu është i paparë se i përket këtyre. Kam bërë kërkesa në komunat të tjera me kryetar aktual të tjerë për ta pasur një takim dhe t'ja dhuroj. E kanë refuzu? Jo po thoni? Nuk kanë kthyer përgjigje fare. Okej. Ka niveli lartë, janë për shembull dhe komuna më të vogla, nuk kanë kthyer as pak përgjigje, kurse një komunë si Ferizaj ka kthyer përgjigje pozitive dhe duke më pritur shumë mirë, jo vetëm mua, sepse me vete kam edhe dy profesor të me redaktorin dhe recensorin, por që nuk kam dashur të i postoj për aspektin personale, se nëse nuk të shiroj. Por ajo që është thelbi në këtë mes, Edmond, është që takimi me kryetarin Aliu ka qenë prej momenteve më të mira, të cilat besoj që edhe për jetën, poezin, për PR-in tonë ka më kërdua shumë. Kjo është shumë e rëndësishme, nuk ka çmim që e pagun nga njerët takimet të tilla. Kështu që unë uroj me shpirt që në të ardhmen të ketë bashkëpunimet fuqishme edhe nga kryetari dhe komuna e Ferizajit. Faleminderit, shpresoj. Edmond, sonda ka qenë intervista më interesante që keni mujtë me dhënë ndonjëherë? Apo e vetmja? Se keni dalë që kolegët e mi. Kam pasur intervistë me kolegët e tua, por ka që hapër për publiku nuk kam qenë asë njëherë. Kam qenë për se i përket lidhjes, librit, por të i tregoj ato dhimbjet e mia. Sakrificat e mdoja. Sakrificat është me të vërtet pak e ngurtë në secilin njeri. Më kujtohet për momentin dy vargjet e mia ku kam thënë le të shkruajmë dhimbjet.
me shishe të i hedhin det, le t'ja falim oqeanit amanet. O, sa e bukur. Janë tri vargje që nuk bëhet fjallë as pak për dhimbjet, nuk bëhet as pak fjallë për detin dhe as pak për oqeanin. Po bëhet fjallë për sekretin, për njeriun dhe për njerëzit. Ne ja tregojmë dikujt një sekret, dhe uroj që të mos ja tregoj askujt. Dhe detje qënë tek oqeani. Ai person ja tregon gjithë botës. E bota ku ka me shumë e largë, vetë se botës ja lojmë amanet mos të folë më shumë. Edhe kjo e bukur, lidhshmëria e gjithë këtyne, po më bën me nxit për me pyetje edhe shumë gjana, po besoj që jashtë dritave të televizionit kemi edhe çka me bisedu edhe me thonë, që nështë as kemi mujtë për shkak minutazhës së televizionit. Të gjitha kamerat janë në fokusin tënd dhe kisha dashur shumë që me dhënë një mesazh për rinin, për ata që ju ndjekin, ata që ju përcjellin edhe me gjitha një mesazh për ata të cilët e kanë bajt dorën tënde kur më shumë ti ke pas nevojë. Për gjithë përkrasit është një falënderim teja i madh. Dhe pse unë jam këtu ku jam fal tyre. Dhe për gjithë tjerët, për gjithë rinin kosovare, shqiptare anë mban botës. Do të them se thjeshtësia është bukuria e fundit që ende nuk ka vdekur. Faleminderit sonte që ishë në tuat, faleminderit për kontributin, faleminderit për shembullin e mirë që po e jepni në qytetin e Ferizajt. Unë jam pak fanatik me thonë të drejtën, du shumë qytetin e Ferizajt, por kur s'kisha menu që në tuat, kemi me folë qashë shumë për dashnin, so që e po edhe vetë. Ne jemi të një qyteti, sigurisht do e dojmë qytetin. Jemi fanatika pak. Nga pak, mos ta egzagjeroj. Edmond, për mu sonde ka qenë kënaqësi shumë e madhe, të uroj më të mira, të uroj suksese dhe uroj që të arrish aty ku gjithmonë ju keni dashur. Në këtë intervistë besoj që kemi nxjerrë ato që është më e mira për dy palë. Faleminderit Labe, ty përzemërsisht të uroj sepse je një gazetar që je shembull për kolegët e tu. Ke treguar sakrifica dhe dhimbje dhe ti që jo vetëm gazetarët, për çdo qytetar duhet të i merr përsipër dhe ta formoj personalitetin e tij. Të uroj gjithashtu dhe uroj të kemi bashkëpunime të ndërsjellta dhe të shumë mirëpritra nga ne. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë për te. Atëherë të dashur miq, besoj që ju pëlqeu gjithë kjo bisedë, emocione, që kemi folë edhe për dashnin sonte. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.